duhet jemi patriot mbi të gjitha. Unë nuk jam nga ata njerëz që vej partinë mbi Shqipërinë, kupton? Është Aulan Ballaj, është soi tjetër, domethënë. Ne po themi se edhe ky patriotizmi folklorik ka dalë modë. Cili është patriotizmi folklorik? Por me pranu të vërtetën që ka një shumëtar. Po jo pra, kjo është e vërteta. Dhe ti duhet ta pranosh. Po pse duhet ta pranoj pse thu ti? Po jo se do bëj bisedë. Nuk do bëj shërbim. Do bëj shërbim të mani. Instituti statistikave. Ai kustoni se ti duhet ta pranosh. Nuk do të bëj, do shërb. Në rast se ti nuk e pranon që shqiptarët kanë ikë nga Shqipëria, dakord, pas Po jam ata që do marrësh 1000 vota, nuk do marrësh votën e Demanis, nuk ka rëndësi. Jo, se kam për votën. Nuk ka rëndësi. Jo, po ti për vota ke dalë. Nuk ka ftuar. Nuk kam dalë për kjo është çështje kurciale e zhej. Unë të kam ftuar për të bërë me që të kam me mik të vjetër. Patjetër. Ju edhe kam një kohë televizive. Po patjetër. Po një sekond pra, nëse ke mik të lirë të klasit. Për të kohë televizive, nuk që ti të shpalosësh, sepse për gjykimin tim personal, quna si puna jote, djemë si puna jote, me formimin tënë, i bërë shumë mirë Partisë Demokratike. Me gjitha të rritë të argumentat. Tema është i fushat me intriga, përgjima apo programe zgjedhore. Më përqeu që e fillove me objektivat e tua se pse vendose të kandidosh. Pra, programe jote është kundër shpopullimit, kundër kësaj, kundër asaj. Dakor. Tani, jeni të sigur që kjo fushat, pyetja e fundit dhe pastaj hapim debatin, që kjo fushat po rrjedh normalisht, pra si gjithmonë ndodh kjo. Bëhet fushata, rrjedh fushata dhe pastaj thuhet, jo, na vodhën zgjedhjet apo zgjedhjet nuk ishte të ndeshme. Këtë është problemi. Ti personalisht si e gjykon? Po, kjo është smundje vjetër në Shqipëri, me të thënë vërtetën. Jo, ti je i ri. Unë jam i ri dhe unë do merrem me unë kam hyrë për 3 çështje, unë besoj në 3 parime në politikë, domethënë. Jam konservator, besoj tek Zoti, tek familja dhe tek kombi. Për shembull, Shtetet Bashkuara të Amerikës po ktheheshin në një shtet satanik. E dhan përgjigjen me datë 5 nëntor. Po lene Amerikën më lasë keni lidhje me Amerikën. Kam respekt të burr. Po le ta mbaroja burr tani. Po nuk kemi ne asnjë lidhje me Amerikën. Ishte shtet satanik. Ora, do më fol ti unë gjë me vëmendje, s'ka. Ishte, e kuptoj çfarë flet, ishte shtet satanik. A e kuptoj ku je? Amerika shtet satanik. Se ishin demokratët. Ju keni qenë Berisha ka qenë ai që ka thonë fjalët më të mira kur erdhi Bideni. A kuptoj që nuk keni konsistencë në gjithë fjalët e juaja. Para unë jam Aulon Kalaja, nuk jam Berisha. Ti ke obsesion me Berishën, do ta zgjidhësh. Po zgjidhe më burr, unë po flas si Aulon. Të lutem, a ke diçka me mua, hajde ma thuj mua. Tani fjalinë e parë më ke ndërprer. Dakor. Si beson ti se politika amerikane ka 1000 defekte siç ka sot një degradim politik gjithë botën. Por jo shtet satanik. Son kam jetuar nuk pa satanizëm do të bëj. A e kupton ku shkoni? Ta mbaroj. A e kupton ku shkoni? Shtet satanik. Po ktheheni shtet satanik. Po ti Bideni nesër do ta kthejë prapë faqe. Lutem pra, agenda woke, agenda majtiste. Na çoj drejt një degradimi drejt prindit 1 dhe prindit 2. Po ne nënës i themi nën, jo prindit 1. Babait i themi baba, jo prindit 2. Kjo është arsyeja se ti ndjesh konservator. Jo vetëm kjo. Familja ishte në agresion të jashtëzakonshëm.